Sot do të përgatis me salcë kosi një pjatë. Do të më duhen 4 lugë gjelle me salcë kosi, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 3 kastraveca turshi të cilat i kam prerë në këtë mënyrë dhe një i tillë, pak majdanoz, 1 lugë gjelle me ara të shtypura dhe 3 thelpinj të vegjël të tillë me urdhër të grirë në rende. Këto përbërës do t'i shtoj të gjithë tek salca e kosit, duke nisur që nga vaji i ullirit, përveç gogozhareve. Të gjithë përbërësit e tjerë unë do t'i shtoj në pjatë. Do të shtojmë edhe urdhrat e grira dhe të gjitha këto ne do t'i përzjejmë të gjitha bashkë. Pasi kemi përzjerë salcën mirë me të gjithë përbërësit, tani lugë do ta marrim dhe do ta vendosim tek pjata që do ta servirim. Në këtë mënyrë. Duke i dhënë paksa formën e lugës. Duke i dhënë formën e lugës, i kemi krijuar në këtë mënyrë salcën e kosit. Tani do të vendosim, do ta presim gogozharen imët dhe do ta vendosim për zbukurim. Kemi vendosur nga një fije të vogël me gogozhare në për gjitha ndarjet, gjithashtu do të vendosim edhe nga një fe të vogël me kastravec turshi të prerë në këtë mënyrë. Do t'i vendosim dhe ndonjë gjethe me majdanoz. Dhe ja ku e kemi pjatën me sallatë me salcë të përgatitur, një pjatë verore e freskët, shumë e shpejtë dhe shumë e shijshme.